Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra jemi sot me shpresën e Allahut në ditën e 8 të agjërimit të Ramazanit për këtë vit. Lo Zotin e Madh që këto 8 ditë kanë qenë mjaftueshme që ne të kemi përmirësuar diçka nga jeta jonë. Normalisht presupozohet që këto ditë të agjërimit 8 ditë i thon pra goxha shumë që efekti i tyre të kuptohet në jetën tonë. Pra efekti i këtyre 8 ditëve të kuptohet në jetën tonë. Kështu që lut Zotin që na i ketë pranuar çfarë ka kaluar dhe lut Zotin e Madh na pranojë çfarë do të jetë më pas. Lutim Allahun të na japë sinqeritet edhe pastërti edhe pasim të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot selam nga Prishtina, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin gjithë. Normalisht ju atje jeni në kohën e së fyrit, kurse ne këtu jemi në kohën e lindjes diellit, sepse është 2 orë diferenca. Është 2 orë diferenca, kështu që juve ju pas bo mirë së fyri, e neve na pas bo mirë namazi sabahut që e falem qabe. Amin. Njerëzimi kur shduket do të ketë më krijesa mbi tokë. Allahu e din më së miri, po toka do të shkatërrohet, nuk do të ketë më tokë. Ku je thot? Në autobus? Do të falë Zoti, a shef që jam në autobus? Ku je thot? Në honë. Okej, vazhdojmë, thot. A do të vish ta falë sabah në Gedinja? Po, inshallah, po, prit. Unë jam në Qabet i thot, vi ta falë Gedinja. Ej, Zot na jep sabër, o Allah. O Allah na jep sabër. Selamu alaikum, alaikum selam wa rahmatullah. Selamu alaikum, thot nga fshati Borin. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo, interneti po punon se ne jemi me esim 99, kështu që punon interneti shumë mirë. Mashallah, mashallah. Maqedonia, Zoti ju rujt gjithve atje. Allahu ju rujt edhe ju nderoft dhe ju shpërbleft në xhenet të gjithve e agjërim të lehtë edhe të pranuar. Ka shkon në hosh, thot, po ikin nga Qabja në hotel. Inshallah të shua kureshtje, inshallah, o Zoti më. Selam nga Kroacia, wa alaikum selam wa rahmatullah. Selam nga familja Alimi, wa alaikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Amin edhe juve dhe gjithë atyre që janë bashkë me ne, me zemër dhe me shpirt. Selam nga fshati Atmaxhe Prizren, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Së në arroni thot në dua, Allahu ju bekoft, Allahu ju lumturoft, Allahu ju dasht fort. Zotë ju rujt e ju nëroft. Allahu ju nëroft edhe ju shpërbleft. Thot të fala po të bëm, thot ma bëgjishi, ka për qëllim babgjyshin, fala pas, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam thot nga Gjirokastra, wa alaikum selam wa rahmatullah. Selam thot nga Gostivari, wa alaikum selam wa rahmatullah. Ne në Lushnjë thot natë në 4 hoxha na nxirrte njësimet të pejgamberit alayhis salam dhe na thoshte ta puthim. Hajër inshallah. Hajër inshallah, hajër bob Zotit. Hajër bob Zotit. Çfarë themi? Që thuash për një fije floku, që është qimja e flokut pejgamberit alayhis salatu wassalam, duhet patjetër të kesh argument, zinxhir transmetimi deri tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ne nuk gjykojmë dot njerëzit, por themi kjo gjëja ka nevojë për argument. Selam nga Kumanova, alaikum selam wa rahmatullah. Allahu ju rujt edhe ju nderoft edhe ju shpërbleft. A pranohet namazin qofse ka marru
dhe s'kam dhanë a pranohet namazi pas selam, që se kam arru, kam dhona apo jo. Po ip selam, me që ke arru, a ke dhona jo, ip selam dhe bëj se viseshde. Selam aleikum nga Shijaku, aleikum selam, rahmatullah. Selam aleikum nga Si Egeni Gjermanis. Allahu ka bullu me në amin, zotin e. Selam nga Tirana, aleikum selam, rahmatullah. Zotë ju bekoft dhe ju nderoft. Selam aleikum nga Austria, aleikum selam, rahmatullah. Allah pranoft umen, amin, edhe juve va pranoft çdo vepër të mirë. Thot ky, selam nga Kumanova, aleikum selam, rahmatullah, barakatuh. Selam nga Orlonca e Shkupit, aleikum selam, rahmatullah. Si ta kuptojmë një sprovë që e kemi nga Allahu? Çdo gjë që i ndodh njeriu është sprovë në një formë. Me të mira është sprovë, po edhe me të këqija është sprovë. Puna është si të reagojmë kur na ndodhin këqijat dhe si të reagojmë kur na ndodhin të mirat. A mund të udhtoj nga qyteti një qytet tjetër për vizuar të ardhmën tim dhe të qenë iftar bashkë me të? Po, nuk ka asnjë problem. Mos na harron neve, thot doktorët e urgjencës pa një dua. Zoti ju bekoft, Zoti ju nderoft, Allah ju shpërblet. Selam nga Londra dhe Zoti na pranoft agjërimin. Amin. Zoti shpërblet. Selam nga Suedia, aleikum selam, rahmatullah. është thot duket pa aty, thot live, thot kalova 1 minutë pa dashje kohën e imsakut. S'ka problem, mos e prit mendjen, përdesa ke qenë me mua në rregull. Selam nga Prishtina, selam nga Gjermania, aleikum selam rahmatullah. Selam nga Metzi, Francës, aleikum selam rahmatullah. Nëse harroj dhe nuk dëgjoj telefonin me fal sabahun, nëse mik namazi sabahut. Fale kur të kujtohesh ose kur çosh nga gjumi. Stresit zero. Selam nga Nuremburgu i Gjermanisë, aleikum selam rahmatullah. Punoj ndrim të natës, a pranohet agjërimi? Pranohet inshallah taala. Selam nga Lezhë, aleikum selam rahmatullah. Të përshëndes thot nga Indonezia, Allahu të rujt. Nga Indonezia, Allahu të rujt. Nga Hamburgu, a quhet agjërimi nëse mbaron se fyren vetëm 5 minuta me vonesë. Nëse e bën pa dashje, po, nëse e bën me dashje, problem. Kjo që po e bëni tani, çka quhet haxha po umre, kjo që po bëjmë ne tani quhet umre. Selam nga Paskuqani, aleikum selam rahmatullah. Selam nga Kumanova, aleikum selam rahmatullah. Selam nga Kraishta e Lipjanit, aleikum selam rahmatullah. Selam nga Gjermania, Zoti ju nderoft, nga Zvicra. Selam nga Breza e Shkupit, Zoti ju rujt. Selam nga Lazarati dhe Delina, nga Lazarati dhe Delina, aleikum selam. Selam nga Maqedonia, aleikum selam. Nëse udhtoj nga New York në Prishtinë, namazin e fundit të falë në Këndin, New York, para udhëtimit e Nëse udhtoj nga New York në Prishtinë, namazin e fundit e fal në New York i Këndia dhe kur arri në Prishtinë, arri para drekës, si të veproj me namazet. I fal në avion, inshallah taala. A mund ta prisha Ramazan se do toj larg, po lejohet. Selam nga Berlini, New York, amin. Zoti ju nderoft, të dyve në New York. Selam aleikum nga Kriti, aleikum selam rahmatullah. Amin edhe juve. Me që kemi agjëruar një ditë mbrapa të tjerëve, si t'ja bëjmë me ditën që na mungon. Nuk kemi agjëruar një ditë mbrapa, o njeri.
Kemi agjëruar tamam. Ramazani jon këtë vit është 29 ditësh. Nuk kemi agjëruar ditë mrapa, as kemi ditë mangët. Selam nga Vlora, wa alaikum selam wa rahmatullah. Selam nga Shtimja, nga Ulqini, wa alaikum selam wa rahmatullah. Bëj dua dhe për neve me shpresë të Allahut, po. Do u thoj me çunën larg me autobus, a është gjëna ta prish agjërimin, varet sa larg. Dhe kujt i thu larg. Selam nga Franca, selam nga Tunizia, wa alaikum selam nga Maqedonia, zoti ynë nga Prishtina. Po mas iftari kur të dhem dhe mballa me pi rakia, bon gjëna, pa dyshim shko ke doktori pse të pish raki. Falja bëhet 30 minuta pas imsakut, po, në Tiranë, po, 30 minuta mbas imsakut. Selam nga Humbre e Austrisë, alaikum selam. Nga Shijaku, alaikum selam wa rahmatullah. Nga Durrësi, alaikum selam, Italia, Elbasani. Selam nga Hoxha i qytetit në Prizren, alaikum selam wa rahmatullah. Selam thot nga Kaçaniku, alaikum selam wa rahmatullah. Nga Bilishti, alaikum selam. Nga Londra, alaikum selam wa rahmatullah. Nga Durrësi, alaikum selam wa rahmatullah. A mund të agjëroj pas Ramazanit, ditët e Shevalit më vonë, ditët e mbetura nga cikli? Jo, duhet të plotësosh Ramazanin, dhe pastaj pra ditët e ciklit plotësosh Ramazanin 29 ditë, sa është Ramazani i këtij viti, dhe pastaj të agjërosh 6 ditëshin që e shoqëron. Selam nga Stuttgarti, wa alaikum selam wa rahmatullah, nga Drenasi, wa alaikum selam, nga Zvicra, wa alaikum selam, nga Kavaja, wa alaikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Atëherë shohim pyetjet e tjera. Allahu i rujt, nga Kastadi i Zvicrës, wa alaikum selam. Selam nga Durrësi, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jem një çift që nuk kemi fëmijë. Allahu ju dhon fëmijë dhe fëmijë të hajrit madje. Amin. Selam nga Kumanova, wa alaikum selam. Selam nga Slovenia, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. A bën në dua të lexojmë vetëm elhamin dhe Allahumma rabbana? Në dua në çfarë kuptimi? Apo kur bëjmë dua të zakonshme, lejo, s'ka problem. A themi në fund namazit themi selamu alaikum wa rahmatullah. Selam nga Kreta, o çuna jam live, futni silenciatorin. Nga Durrësi, wa alaikum selam wa rahmatullah, nga Franca. Selam nga Klosi, Allahu i rujt e shëroft smurët tuaj. Desha me dhën lek për xhamin për shtëpinë time. Mundesh, shko ke xhamia dhe jep lek për hatër të Zotit dhe për hir të Zotit. Aleikum selam nga Shkodra, nga Bruniku, nga Kreta. A bën me thonë fund namazit e selamu aleikum, ta dham përgjigjen o shqiptar, ta dham përgjigjen më lartë. Selam aleikum nga Pula, Kroaci. Selam aleikum nga Gjeli, Shqipni. Allahu të rujtë, shaka. Selam nga Franca. Selam nga Divjaka, Allahu i rujtë, Zotë ju në roftë.
Po fali vetëm farzet, sunetet, dhe një rekat vitër, s'po muj me shku në xhami, kam 4 fëmijë të vegjël. S'ka gjë, elhamdulillah. Fal farzet, sunetet, edhe vitrin je në rregull. Edhe po shkove në xhami motër muslimane, nuk ka problem. Selam nga Skrapari, aleikum selam. A bën mas imsakit me fal sabahin? Kjo është një çështje që ne e kemi sqaruar 48.424 herë. Kështu që përmbaju asaj që kemi thonë deri më sot. Përmbaju asaj që kemi treguar deri më sot. Agjërimi ndërpritet me imsakun, sabahu falet 20 minuta e lartë. Nëse jam gjunuba, mund të agjëroj? Po, duhet të agjërosh. Selam aleikum nga Pizza, wa aleikum selam wa rahmatullah. Jam me ndrimet natës dhe flej 2-3 orë. A pranohet agjërimi? Pranohet, inshallah, mos e prit mendin. Jam gjyshja e Gerit nga Italia, Allahu të rujt. Allahu të nëroft. O Ger, a në gjove? Gjyshja pra thot, jam gjyshja e Gerit, thot selam nga Italia. Nja ku e ke? Avdallin. A e pe gjyshe? Ja ku e ke Avdallin. E kemi mashallah Gerin, për Zotin e kemi mashallah. Selam aleikum nga Kosharja e Ferizajt, aleikum selam wa rahmatullah. A bën që kur jemi me Ramazan me prethojt e dorës, edhe të komës, lejohet. U je kështu thot, në Mekë o insan, e kemi sqaruar 7 herë deri tani. Nga Danimarka, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Mulhausi, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Peja, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Italia, aleikum selam. Selam nga Turjaka, aleikum selam wa rahmatullah. Selam thot nga Kremsi, se ku bje kë Kremsi nuk e di, nga Cëriku, aleikum selam. Nga me që një bën dom në gjumit me majt kukulla, si për shembull Ariu. Po është për fëmijët, po që për të mëdhenjt jo. Selam thot nga Voskopi. Aleikum selam. Po e bërë një dhe ke ende ko për të mbyllë së fyra, mundesh me pi ujë, apo me që ke bërë njetin s'bën. Përderisa e brenda kohës lejohet, edhe pse e ke bërë njetin, s'ka lidhje. Nëse na rrjedh gjak nga hundët, a prishet agjërimi? Jo. Selam nga Suedia e ftohtë, wa aleikum selam nga Meka e nxehtë. Sferizaj, Danimarka, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Laçi. Çfarë të bëj kur harroj namaz surën pas El Fatihas? Nuk ka asnjë problemi, se lënia një suneti nuk e cënon saktësinë e namazit. Selam nga Shkodra. Aleikum selam nga Slovenia, Dortmundi, Prizreni. Selam nga Deçani, wa aleikum selam wa rahmatullah. Zoti ju ruajë në roft. Nuk ka dyshim se ata që flasin në emër tuaj dhe quhen grupi i Deçanit nuk kanë lidhje fare as me Deçanin, as me ju. Ju jeni të nderuar dhe të respektuar dhe ata janë pik. Zoti ju art hakut, edhe ata janë marria e atyne që flasin shqip. A e prishin pikat në sy agjërimin? Jo. Një lutje për gjithë shqiptarët, Allahu ju zoft, Allahu i drejtoft, Allahu aqit shejtanin për barku, se e kanë shejtanin në bark shumë të madh. Amin. Selam nga Sauku, aleikum selam. Kur dikush pi cigare në rrugë dhe thithim ne tymin pa dashje, na prish agjërimi? Jo. Selam nga Norvegjia, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Kehli i Gjermanisë, aleikum selam.
Murat Abi Nasëllësën. Si o Murat, a e mirë? Të rritë Zotit. Si ke fëmijë të gjithë mirë, inshallah? Allahu të dashtë. Në Mekë, thotin, do bëhet dhikri namazit bashkë apo si cili veçmes. Në Mekë dhe në Medinë, dhikri i namazit bëhet se cili në vete. Nuk bëhet me xhamat. Athiret e zanin shpi për namaz zabaut, po, sa sure themi, sa dush. Selam nga kam zasiti, valikum selam, rahmetullah. Qëse hajmë sëfyrë dhe përmend arrej me bon njetë. Quarja jote për sëfyr është njetë. Quarja e njeriut me hëngër sëfyrin është dhe njeti i sëfyrit. S'ka mo nevoj me bon njetë. Aleikum selam, rahmetullah. Selam nga Korça, aleikum selam, rahmetullah. Amin dhe juve. Amin, inshallah, për tjetër orkest. Bëm iftar dhe e qela 1 minutë para, gabimisht, am quhet agjerimit të quhet pa të dyshim. Selam nga Paskuqani, aleikum selam, rahmetullah. Si me i bin fëmijët tanë që të falin namaz, tyja dashurojmë namazin fëmijëve tanë, sa më të vegjël, aq më mirë. Kur je shtrirë dhe ti ndëgjon ezan, a është mëkat nëse nuk lëviz venin? Jo, nuk është mëkat. A duhet të themi 1 herë apo 3 herë Allahu kur fillojmë namaz? Jo, vetëm 1 herë. Selam thot nga Bathore City, aleikum selam, rahmetullah. Kam mësuar shkronjat e Kuranit, por s'po di shumë mirë të lexoj vetëm surat Kul huwallahu, Nasin dhe Felekun arabisht. A ka sevape? Po, padyshim. Selam nga Friburgu, aleikum selam. A mund të ecim me orarin e përgjithësuar për kohët e namazeve? Po. Zgjedh isnan dhe në rregull. Ndonjëherë burri pi ndonjë birë dhe tani në Ramazan, por shpesh unë me 2 çunat e mia gjëroj, a ka ndonjë problem? Jo, nuk ka problem për ju, atë Allahu zoft. Selam nga Bajrani, aleikum selam, rahmetullah. Ne inshallah nga data 2 ose 3 thehemi, inshallah taala. A mund të më tregosh se çfarë kam për borxh të kryej sepse nga furnizuar Allahu me një vajzë? Duhet bosh një kurban për të. A mund të më tregosh çfarë e kam borxh ta kryej sepse më ka furnizuar Allahu me një vajzë? E tham pra, një kurban. Sa rekat vitër falim në Mekë? Sa rekat vitër po falim në Mekë? 3 rekat. Sa teravi? 10 rekat. Selam nga Koblenzi, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Hoxhi ndëruar, pse ndonjëherë kur dëgjoj Kur'an më vjen të qaj? Inshallah është pastrim, s'do thotë asnjë gjë të keqe. Selam nga Bambergu, nga Franca, nga Çemi. A mund gjehet dhikri me tespi se me gishta po harroj? Mund ngjehet, nuk ka asnjë lloj problemi. Selam aleikum nga Charleston, South Carolina, aleikum selam, rahmetullah. Selam nga Gjeneva, aleikum selam, rahmetullah. A kemi sevap të Zoti ta përgatitë iftarin për musafir që e thirri në iftar, edhe pse jam edhe agjërueshëm? Po. Pejgamberi sa më ka thënë kush jep iftar një agjëruesi, ka marrë sevapin e një dite agjërimi.
Doja të bëj një pyetje sa minuta mbrapa ezanit e falim sabahun. E kemi dhënë përgjigjen për këtë më lart. Dhe nga së fyrin 20 minuta më vonë se më kishte zënë gjumi. Këtë ditë do ta përsërisësh prapë. Së fyri mbaron të në 4:49, unë e kam vazhduar deri në 5:04. Mbaje këtë ditë agjërimi dhe përsëritet prapë për siguri. Selam aleikum nga Baldushku, wa alaikum selam wa rahmatullah, nga Teto, wa alaikum selam wa rahmatullah. Abi po mund të shtishet aty ma tonë, se jemi live këtu. Të falë të Allahu, të falë. E sot e madhe, alhamdulillah. Që s'pas robi pik me një vor, valla. Qofë se nuk ngrijen për së fyra, me quhet agjërimi, po, inshallah të quhet. Selam nga Shkodra, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Presheva, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Roma, wa alaikum selam wa rahmatullah. A do t'jetë bajrami njësoj në gjitha vendet me shpresë të Allahut. Inshallah i çojmë një mesazh ta pyesim. Selam nga Londra, wa alaikum selam wa rahmatullah. Bëj dua për mua, thot se jam në një moment shumë vështirë të jetës time. Allahu të ndihmoft, Allahu të nxjerrë me sukses o vëlla. Kur thirret ezani, a kemi për obligim me pushu, thot? Gjithsesi, normal, të përsëritet fjalët e ezanit, po. Kam parë njerëzit si faleshin, thot, me telefona në dorë, 30% aty ke xhamia jote. Nuk janë me telefona në dorë, po janë duke lexuar Kur'anin që lexon imami. O i zgjut. O i zgjut i dheut. Nuk janë me telefona në dorë, po ndjekin me Kur'an imamin. Aman burrit e aman. Po shifë hallet tuaja, ç'duhet ty si falen njerëzit e burr. Shif hallet e tuaja, sikletet e tuaja që ke pash Zotin. Allahu i ruajtë. Selam nga Hamburgu, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nëse nuk të del gjumi, për shembull për sefira, ke të drejtë çosh mos e del sefirin vetëm me pi ujë, jo. Se ty mund dali gjumi për drejk për shembull. Ej Zoti, alhamdulillah. A është e vërtetë që kur lind fëmia do t'ja presim flokët të masim gram me ar, flokët me ar, jo, me argjend. Dhe japim sadaka. Selam nga Bolzano, wa alaikum selam wa rahmatullah, nga Deçani, wa alaikum selam nga Berni, wa alaikum selam nga Lucerni, wa alaikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Kam parë në ëndër se kur kam vajtur në Qabe, inshallah shkohet, Zoti i Madh. Ku gjindesh, kur të fiku në videon tani do ta kesh përgjigjen tek videoja. A quhet agjërimi nëse bën njetin 5 ose 10 minuta vonesë. Stresit zero, përderisa e ke ditë se do të agjërosh, të quhet. Nëse nuk del gjumi për shembull për sefira, ke drejt çohesh dhe masi dal sefiri vetëm me pi ujë, jo pra tham pak më lart, tham jo sepse ty mund dali gjumi në drek për shembull. Ta pishi kot ujë mas dreke? Kur është nata e 4, shiko kalendarin, e ke në kalendar. A mund ta dëgjoj Kur'anin me zë se nuk kam kohë me lexu? Po, mundesh. Selam dhe përshëndetje nga Iliriada Tetov. Desha të pyes a mundet femna me u fal pa çorap? Po, mundet nëse është vetëm me burrin e saj, po. Selam nga Rota nga Italia, wa alaikum selam. Selam nga Bolzano, wa alaikum selam wa rahmatullah. A mund të më dërgosh në mesazh lutje kur pi muj zemzemi? Nuk ka një lutje specifike, speciale që quhet lutja kur pi muj zemzemi.
Nuk ka, nuk ekziston. Kështu që lutem për çfarë doj zemra, për çfarë doj shpirti. Sa kurbana duhen kur na lind djalë? 2 kurbana mbi 6 muajsh e lartë. Okej, atëherë them që ta mbyllim me kaq inshallah taala që mos ju lejmë dhe juve pa namaz sabahu. A mundi me lexu Kur'an pa abdes? Po. Allahu. A pranohet Ramazani vetëm 4 orë Ramazan se flejmë prej punës? Po ta kemi thonë përgjigje në burr 34 herë vetëm sonte. Po kemi thonë. A lejohet me provu ushqimin për kryp? Lejohet, nuk ka asnjë problemi, nuk prishet atë gjin, vetëm se nxirre jashtë ose ço poshtë. Do u thotë në avion thotë si hapet iftari. Hapet iftari me orarin e qytetit nga është nisur avioni. Hapet iftari në avion lart me orarin e qytetit nga është nisur avioni. Nëse hyn koha e ikindis, minuta e parë dhe unë se kam falë drekën, cilën duhet me falë të parën? Drekën? A hyn gjyla me thonë kur Allah unë tani në mëngjes dhe ta bëj njetin dhe pragjërimin? Inshallah. A prishet agjërimin se bëjmë analiza gjaku? Jo. Po shohim takujme nga më të ndryshmet për muajin e Ramazanit. Ec me atë që është zyrtar. Ec me atë që është zyrtar. Amin. Pas mbylla së firmë kishte mbetur një copë vogël mishin tëm dhe pa dashje e kolltita, s'ka gjë inshallah. Mirë, atëherë po mjaftohemi me kaq, a pranohet agjërimi Ramazanit nëse agjon gjithë Ramazanin pa u zgjuar për sefir? Po. Pranohet sepse nuk është kusht për të pranuar. Sefiri nuk është kusht për të pranuar agjërimi. Sefiri, ngrënia e sefirit nuk është kusht që të pranohet. Pra mund të pranohet agjërimi edhe pa ngrënë sefir. Po mirë është që mos të humbi sefiri asnjëherë. Selam nga Gjilani, alaykum selam. Selam nga Brescia, nga Austria. Inshallah. Mirë vëllezër, mjaftohemi me kaq sepse unë kam afërsisht 48 orë pa gjumë, ta dini. Kur e dim që ka ngel 3 ose 4 minuta nga namazi tjetër që është në pas, a mund ta falim namazin ton shpejt e shpejt? Inshallah. O Andi, e ke bërë këtë pyetje ku je kështu më shumë se 48 herë deri tani. Ndiqe videon nga fillimi që e përgjigjen. Nëse do na del gjumi nga ora 8, atë falim sabahun, duhet me fal patjetër. Po shoh disa takime ku është shkruar fjala imsak. Imsak, sipas mëdhëpit Hanefi, është ezani i dytë sipas mëdhëpeve të tjera.
Selam nga Hasi, aleikum selam wa rahmatullah. Ika, edhe unë po iki inshallah, Zoti ju rujt, Allahu i nderoft, Zoti ju dasht fort.